Një lajm ka dal nga mediat që i mbaj nison kryebashkiaku të arrestuar dhe bëjnë propagandën e tij, të cilat kanë raportuar se autoritetet e Këshillit të Evropës kanë kërkuar takim me Erion Veliajn. Në fakt, ky është një mashtrim. Nuk ka asnjë autoritet të Këshillit të Evropës që të ketë kërkuar të takojë Veliajn. CNA-i është drejtuar zyrtarisht dhe ka marrë një përgjigje zyrtare se nuk ka ndonjë kërkesë nga autoritetet e Këshillit të Evropës për takim me zotin Erion Veliaj. Sipas burimeve zyrtare, është ky i fundit që i ka kërkuar SPAK-u që të bëjë takim me autoritetet e KS në funksion të ushtrimit të detyrës së tij si kryetari i Bashkisë së Tiranës. Erion Veliaj vijon që të sillet edhe në burg si kryebashkiaku i kryeqytetit, kur në fakt gjykata kushtetuese ka thënë se shkarkimi i tij është i palishëm, por ai është i arrestuar dhe mbahet në burg për 13 akuza për 5 vepra të rënda penale dhe do të gjykohet për to. Shkarkimi u rrëzua nga gjykata kushtetuese, por kjo nuk do të thotë që Erion Veliaj duhet të dalë nga burgu dhe të shkojë të takojë KIdo Qefi e SIdo Qefi, qofshin këta edhe zyrtar të KS, të cilët në fakt nuk kanë bërë asnjë kërkesë për të takuar kryebashkiakun e Tiranës.